Atëherë, miq të dashur të mëngjesit, sot do I kushtojmë vëmendje një ditë shumë të rëndësishme që shënohet për ndërgjegjësimin edhe përfshirjen sociale, që është dita botërore e sindromës Down. Në fakt shënohet me datën 21 është dita botërore, po për shkak që është festë, ne kemi vendosur që sot të flasim për aktivitetet në kuadër të kësaj dite. Në Kosovë, pra kjo ditë shënohet përmes një fushate që ka arritur të bashkojë shoqërinë, duke kaluar nga ndërgjegjësimi tek veprimi konkret në mbështetje të personave me sindromën Down. Në studio kemi të ftuar Riada Statovsi nga Down Syndrome Kosova dhe Dionis Ferataj, po ashtu nga kjo shoqat. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit që erdhët, edhe kemi pas në këtë përbërje edhe vitin e kaluar apo? Edhe shumë vite. Na e kemi shprehin kur kaloj mirë, ma nuk I ndrojmë sa. Nuk I ndrojmë musafir. Edhe gjithmonë sigurisht me shumë kënaqësi ju japim hapësirë dhe flasim për projektet, për punën që po I bëni atje, sepse po I bëni një punë të mirë, apo jo? Dionis, edhe me Dionisin kemi folur, na ka treguar që është edhe në marrëdhënie pune, në Keca. Kost. Okej. E desha që në një prej, po Kost, okej. Për energjitë çka po? Unë jam sikur më shumë jam asistent administrativ. Shumë mirë. Asistent administrativ. Shumë mirë, po e bëni administrativ. punë shumë të mirë, shumë të vyshme. Njëjtë është edhe në qendër. Po e di, po. A kom një shumë fjalë mira për ty. Flanza ka folë shumë mirë për ty. Edhe për këtë. Edhe po vjen mirë që na paska respektu sot. Ai është pak më herët se frizurën e paske drejt pak më mirë. Ka përkan erët dol një ditë e veçantë. A sot është një ditë e veçantë? Dionisi ka mbroj paramete për fytyrë. Bravo. Po, këtu. Me përgjithësi. Absolutisht po. Edhe ka orarin zyrtar punës në 8:12, ha? Po sot na shohin live edhe keni marrë mirë, Riada, hajde po flasim për aktivitetet edhe realisht janë aktivitete, ju e tha Flanza 21 mars është dita, ndërkombëtare, po ju nuk ndaleni asnjëherë, keni aktivitete të vazhdueshme, edhe një ditë është thjesht një ditë për ndërgjegjësim për neve tjerëve, ju për juve që bëni punë baza ditore. Realisht na duke u afruar te marsi veç fillojmë, qysh prej janarit fillojmë mi përgatitë aktivitetet edhe mi planifikuar çka mendojmë me bë afër datës së 21 marsit, po shënon ditën ndërkombëtare të personave me sindromën Down dhe tentojmë që në shoqëri sa më shumë me aktivitetet tona me vedisu shoqërinë. Na kemi filluar qysh prej shkurtit aktivitetin këtë vit ditët e dyrëve të hapura, ku e kemi pas Flanzën disa herë prezente të ndër të këtij aktiviteti. Prandaj ajo ka dhënë të marrën. Po. Edhe prap për të 15 me radhë kemi aktivitetin një kartolin për ty, ku bëhet shitja kartolinave, shpërndarja kartolinave në për institucione shkollore, parafillore, kopshte, këto dy aktivitete. Një prej cilave kam fatin me pas në dorë, se Flanza tha ditë në paraqitjen e drejtë për drejtë që do t'jap sjell një dhuratë dhe kujtim ty edhe zonës, edhe sot ma dha. Atë ka pëlqy? Zyrtarisht absolutisht shumë. Shumë edhe me emocionin Flanza se thash hajt po e thot për kurtoazia dit. Edhe nuk edhe mshifa, se tash mos derisa ti kërkon nuk po ja jap, se mujta sjellta herët mëngjes. Po ishte edhe dedikimi shumë emocional dhe shumë I rëndësishëm, edhe I thash Flanzës që kjo kartolin ka me qenë diçka absolutisht shumë e veçantë dhe ka me zonë vendin të autogjonat e veçanta që secili prej nesh I mbajnë. Edhe gjithashtu ato që e diskutuam me sa pak e gëzon njeriu edhe bën mirë, pra, edhe për personin që I adhuron, por edhe për shoqatën, kjo ndikon. Po e ka një mesazh shumë të mirë Agran për çush e thatë edhe jo, me të vërtetë është shumë më e vlefshme dhe më e veçantë se veç një shkrem telefon. Jemi të prutë e përsërit mirë, po me të vërtetë po, një shkrem telefon shumë shpesh edhe ndoshta ndonjëherë prej punëve dhe I injorojmë gjatë ditës nuk mujmë edhe mi lexu mesazhet. E një kartolinë një vlerë të mirë, e aq më tepër kur po dihet që me blerjen e tyre po kontribuohet në fondet e DSK-s edhe në shërbime terapeutike që personat me sindromën Down I marrin, unë po besoj që edhe më shumë po I shtohet vlera kësaj kartoline. Absolutisht shumë. Mirë, atëherë flasi pak për qendrën edhe për shërbimet edhe për nevojat që I ka qendra edhe pse janë shumë të rëndësishme mbështetja e këtyre aktiviteteve, si kjo që ishte një kartolin për ty, mandej keni përmbyllur edhe aktivitetin Veshu bukur, ishte Dashni që vishet. Dashni që vishet. Po, Dashni që vishet. Aktivitetet tilla janë shumë të rëndësishme për Down Syndrome Kosovën. Përveç asaj që kontribuojnë në ngritjen e fondeve dhe stabilitetin financiar, shto këto që kanë rëndësi shumë të madhe se po bëjnë këto aktivitete bashkarisht me anëtarët, me fëmijët, rrit, pse janë të rëndësishme? Janë shumë të rëndësishme, se në organizatën Down Syndrome Kosova ofrohen shërbime terapeutike për fëmijët edhe të rriturit me sindromën Down. Janë shërbime që e kanë një rëndësi shumë të madhe. Tu fillu prej intervenimit hershëm që marrin shërbim fëmijët prej 0 deri në 12 vjeç, kur po them shërbim, po ne kuptojmë
shërbimin e fizioterapisë, terapisë së zhvillimit dhe terapisë së gjuhës dhe komunikimit, apo logopedisë, që janë shërbime jetike, qëndësore që i nevojitet një personi me sindromin Down për të pas një rritje të dinamitetshme. Edhe që shumë familje janë vështirë të përballueshme, të papërballueshme sepse jetojmë me këto kushte që jetojmë, edhe këto seanca nuk është që mbahen për një kohë të caktuar. Pra nuk është që e përfundon me 5 ose 10 seanca, po është kohë shumë e gjatë. Seancat janë shumë të rëndësishme. Intervenimi hershëm është kryesori dhe shumë i rëndësishëm, që na vazhdimisht e kërkojmë tentojmë me ofru te fëmijët dhe te të rriturit. Mirë po, me gjendjen aktuale në Kosovë nuk shtojnë as seancat pa kam fjallë nëse prindërit dojnë që dikon privat me ndjek këto seanca, dhe më thonë janë shumë të kushtueshme. E në organizatën Down Syndrome Kosova gjitha të ofrohen pa pagesë. Edhe kjo është njëra pse ju bëjnë aktivitetet të ndryshme për me marrë fonde, për me ngrit fonde. Mirë, po nali pak te Dionisi. Te Dionisi, po. Te Dionisi më na tregu pak se çu ka shku kjo fushata një kartolin për ty se Dionisi ka shoqëru kushdo që ka shpreh vullnet me shku në qendër me punu bashk kartolina me miqtë e shoqatës Down Syndrome Kosova, dyert kanë qenë të hapura. Jo vetëm për fytyrat publike, po për kushdo që ka pas dëshirë me vizitu shoqatin edhe me pa nga afër se çfarë pune bëhet aty. Qysh ke kaluar gjatë këtyre ditëve? Se ke pas mundësinë me taku shumë njerëz. Me plot njerëz, me plot fytyrë publike, se njerëz mirë, është afër edhe puna shkon pa gjallë shumë mirë. Normal, kush me shëshni edhe da ma do të më apë në mund neve, shumë është një shumë e madhe. Tregom se ju ja keni marrë dorën tash kartolinave, i bani shpejt, edhe i bani ditë. Shumë shpejt. Plus më ka mësuar edhe shumë shumë. Prandaj po deshta më thon, apo din njerëzit që po vinë aty me punu kartolina Fllaza për shkak, çuçi ishte mandej pa të ta ditë edhe kryetarën e parlamentit, ministrën Bogojevci që i kishte me komunikim drejt. Aja kishin dorën nëse? Po. Ai mësuat ju, i asistuat. Në asistem, në mu më thënë ata njësë atësinën me bëkartolina, shumë është një odin ka të rëthonte. Po që përqojmë edhe pamjet, edhe vërtet, shumë interesant kjo aktivitet Riada. S'po du me qitë Dionisi pozit paride, po kush ka pëlqyma shumë të qikarat dhe ka bo kartolina me juve? Edhe pse bash Fllaza? Jo, ne. Përja shto mu, se po kam qef me ditë. Po shkoj e shkos, po afrështan shkoj dhe apo vinë njerës, ose me frikë publike, ose pa frikë publike, po është një djenë shumë të rëthonke. Shumë interesante. Ape që sa mirë, Dionisi s'po donë me mi prish raportet me kërkan, s'po donë me përmende emra. Në shkulli, po... Na të regoj mas emision. Mas kamerave na të regoj, po. Po, Riada, që shka qenë që kjo aktivitet? Dhe më thonë, thjesht me ardhë edhe figura publike, pra, por edhe njerë zakonshëm me ardhë aty nështë me fëmijë, me familje, me u bo pjesë aktiviteteve, edhe realisht mandej edhe me pasë që a bëhet, edhe me ndjejat punën që ju e bëni. Agron ka qenë me të vërtet shumë aktivitet i mirë për DSK-n. Qysh e thatë edhe jo, përveç që me ardhë me punu një kartolin. Mos këtë pasë edhe zyrtar policora. Kemi pas shumë vizita. Përveç me ardhë dhe me punu një kartolin, ka pas shumë persona që kanë ardhë dhe kanë kuptu përso ofër me punën që Down Syndrome Kosova e bënë. Ndështë anë herë vetëm e kanë di që ekziston një organizat dikun që ofron shërbime pa pagesë për personat me sindromën Down, po që punën përso ofërmi nuk kanë rastis me po. Kur i kemi hap dyert edhe kur kemi prit shumë meq, kemi pa me të vërtet që Down Syndrome Kosova ka shumë meq të kauzës. Shumë kemi shprit, kjo ka qenë arsyeja që neve na ka detyruar në një farformë të me shty ditët e dyerve të hapura deri në 25 mars. Se ideja ka qenë që me u përmbyll veç sot, ndoshta si aktivitet, mirë po prej shumë kërkesave të shumë të atëherë kemi shty deri në 25 mars. Mirë ka qenë shumë, nuk kemi pas caktuar ndoshta limit moshë, nuk kemi pas target vetëm fytyrat publike, por kushdo që ka shpreh dëshirën ka mujt me ardh. E mira ka qenë kjo që kemi pas grup mosha të përzime prej fëmijëve ndoshta të kopshteve që na kanë vizituar deri te moshat e rritura, kemi kaluar shumë mirë. Domethënë këtë periudhë prej shkurtit e deri tash thotë përmbyllën mars kanë qenë kemi njoftu shumë me që kanë pa përse afër me se çfarë pune bëhet në Down Syndrome Kosova. Po edhe mish, sidomos fëmijët e cilët i kanë prit, fëmijët edhe të rriturit që i kanë prit, kushdo që ka pas dëshirë me ardhë me vizitu shoqatën edhe me punu kartolina, ka shërbyet e si një takim me smish, me u solidarizu, me shkëmby ide,
me nda muhabetet këndshme. Me unë jofë me kauzën. Unë adit jam kënaq, është një një energji e jashtëzakonshme. A di kur të mbushet shpirti dhe zemra kështu. Edhe ndjen sa të pak që ke bën ndjen që po kontribon diçka. Flaza ditë përveç që ka përfundu emisioni prapë është ullë ka pënu kartolina më nefe. Ka shërby me të vërtet si një takim, jo vetëm takim me ashtë rastësore, veç me arë me vizitu dhe me kalu, po pas vizitat që është bënë qendër, pasi që se cilit i është prezentu që ka pënojmë, jemi ullë, si me thonë, për kafe dhe për kartolina me pënu, dhe për ka dalë ashtu kemi shkëmby ide të ndryshme, kemi marrë ndështa dhe ide se qka prej dikuj tjetër që shmuj me punu na i metodës e na i teknik tjetër të kartolina, na kemi tentuj, kemi bo gati krejt shablonet, po dikush ka shprej dëshiren me dalë prej shablonet edhe me na dhone dhe ide tjera, me bo diçka ma unike edhe me kemi marrë ide tjera. Besoj që kemi me fillon dështa prej këtyne ditëve dyrëve të hapëra, prej takimeve që i kemi pas, kemi qelë dyrë edhe për bashkëpunime tutje të ardhmer me qoftë me biznesa apo me tjerse, kanë po që në tonë sindrom Kosova me të vërtet bëhet një punë e mirë. Edhe diçka para se të flasim me Dionisin, me që jemi te kartolina Riada, pra bëhen kartolina vazhdueshme, apo jo, se cilën ditë bëhen disa kartolina. Ku i qëni? Kush i merr? Kush janë vlerësit? Kartolinat punohen gjatë gjithë vitit, po na fokusen më të madh tutje e kemi qoftë në festat e fundvitit, qoftë kështu në 21 mars. Këtëherë i kemi pas nxënësat e shkollave. Edhe, më thonë, përveç që kam po blerjen e kartolinave, kanë ardhur dhe kanë vizitu edhe nxënësat organizatër, mirë po nuk kemi të kufizuar kur gjë. Kushdo që shpreh dëshirën edhe jashtë 21 marsit, mundet më qoftë me na kontaktu të rrjetet tona sociale apo më ardh të organizata. Edhe me blejat sodor. Me blejat sodor, me po prapë Keni gjithmonë stok? Kemi gjithmonë në stok. Vazhdimisht punohet punëtoria kartolinave. Çdo herë kemi në stok. Njëjtë ndodh këtë qendrat, apo edhe në Ferizaj, në Gjilan, në Mitrovic, në Prizren, ku ishi tjetër? Gjdo aktivitet që kemi ofrohen edhe të njëjtat shërbime si kurse në qendrën në Prishtinë, po edhe ato se cili qytet i ka punëtoritë e kartolinave. Është një burim i mirë i qëndrueshëm financiar, një prej, se e di që nuk mjafton po. Është një burim i mirë, po nuk mund të themi që është burimi më i qëndrueshëm edhe që mbrin me mbulu. Nuk mbrin me mbulu nevojat, to e shtu këtu që kemi një staf të numër të madh të stafit në të 5 qendrat e që ka nevojë ende për me ushtu më shumë. Kjo është arsyeja që në çdo dalje televizive, në gjithçka që na takojmë të tregojmë që në stabiliteti financiar është ajo që na nevojitet vazhdimisht, për mos me ndërprej këto shërbime dhe për me arrit me ofru në formën më të mirë të mundshme. Kartolinat e ndihmojnë, theme ndoshta në aspektin financiar, por nuk ofrojnë stabilitetin e nevojshëm që në organizatës e nevojitet. Ndoshta me një mbështetje kështu të qëndrueshme, të vazhdueshme, institucionale, qendrat do të shëndete më mirë. Ajo edhe që më pëlqej Agron, me qenë se qendra është shtrime në qytetet ndryshme të Kosovës, një farë gare, kush po shet më shumë kartolina. Kemi pas vazhdimisht Prishtina e dominon, normalisht po? Prizreni dominon. Prizreni dominon. Jo, Prizreni dominon. Tash e disa vite dominon Prizreni. Nuk pe dim arsyen, besoj që edhe vetë po e diskutojmë me kolegë shumë mirë, ajo se prap në ajo gara po është mes kolegëve. Kuptimi pozitiv fjallës, na kemi në një database ku krejt qendrat regjistrojnë aty dhe mujmi përcjell shitjet e njëri tjetrit. Kemi bo një farë gare të vogël, po dominon Prizreni, po mirë, këtë vit kemi qëndru mirë, kemi të kalu targetet e viteve të kalume. Okej, shumë mirë. Mundemi përmend si shifër deri ku keni arrit? Nuk e kemi arrit ende shifrën 100.000 kartolina, po kemi kalu targetet e viteve të kalume. Okej, 100.000 për brenda vitit, a? Brenda prej shkurtit deri tash. Okej, ani që ka mirë. Po, që ka qenë e shtrirë, kjo aktivitet ka qenë e shtrirë në 5 qendrat, po kemi pas edhe rajonin për atë. Pra, konsiderohet si më thuja se në shkollat e mos them krejt Kosovës, po e shpërndojmë edhe në për. Pra Prishtina se ka pas vetëm specifikisht veç Prishtinën, po kemi pas edhe rrethina qendrat për rreth. Po, i kemi kontaktuar edhe shkollat e qyteteve për rreth. Okej. Mirë. Riad, Dionis, Riada. Aja ke marrë dorën kartolinëve, aja e punoni u shpejt? Asë, jeni si punë aty, e? Ta s'ku provu, kërë që ta personalit, që është profi. A i keni për shumë disa modele që i bënë Dionisit, disa dikush tjetër, apo i përzinis, me thonë? Këpënojmë. Këpënojmë, ma shumë. Ma shumë këpënojmë. është një punë vëzike, në mërë, është me... Se duhet koncentrim edhe për to, kështë shumë? Po, ka gjakart. A u lodhëshë në herë, ajo? Jo, kur, se kom dëgjua se njerë të anku. S'lodhësh? Ka qenë interesant shumë se kemi pas një ditë vizit prej bankës, kanë shprej dëshiren, prej një bankës marë dhe stafi,
edhe ndoshta komplet jashta rutinës tyne, kanë qenë dikon 6-7 veta staf, kanë mri një shifër shumë të madhe të kartolina dhe pritojshin mu kthy në vendin e tyne punës, kemi ik prej numrave dhe ishën, edhe kushdo që ka ardhur na ka tregu që po një aktivitet që po relaksohet. Po që edhe prap. Po nështë duhet në vazhdu, nëse vjen dikush në prill, në maj, a është i mirë pritur? I mirë pritur. Për te i këtyne ditëve që keni çdo herë është i mirë pritur. Kushdo që shpreh dëshirën, pavarësisht që si aktivitet po thojmë që ka më përmbyll në 25 mars, mirë, po kushdo që shpreh dëshirën gjatë gjithë vitit, dyert e DSK-s janë të hapura. Shumë me u bë që kjo lidhje, sepse krijohet një lidhje edhe emocionale mandej. Fiks se ka qenë me të vërtetë e çuditshme që shumë njerëz na e kanë dhënë komentin që nuk e kemi ditë që bëhet krejt kjo punë. Dhe kanë peshojmë që tamam e kemi arritur atë qëllimin tonë kryesor që me shpërndaqet punën tonë dhe me tregu dhe me ngrit nivelin e vetdijes edhe të shoqëria. Përveç që Dionisi punon kost, mandej aty fëmijët të tjerë kanë talente të ndryshme, ka piktore, talente të ndryshme, çka pëlqejnë më shumë? Kemi qysh po e thu Thlanza me vërtet talente dhe dëshira të ndryshme. Elita më duket e ka ekspozitën me 26, Elita e ka, jo nuk ka ndryshuar çfarë, Elita e ka me 26 mars një antare e Down Syndrome Kosovës, e ka ekspozitën pikërisht të qendra me piktura, që ajo vet i ka punu bashkarisht me një piktore, edhe me të vërtet Thlanza i ka po që janë piktura shumë të mira. Shumë ju pëlqen. Na kemi tamam specifikisht klasën e artit që i themi ne. Aty e kemi pianon, e kemi pikturat edhe shfrytëzojmë edhe me trit, po edhe me fëmijët me raste. Edhe kemi pa që prej një aktiviteti bashkarisht me piktorën Bia Jasit, që ka ardhur në baza vullnetare për me punu piktura me antarë tonë, kanë dalë piktura shumë të mira. Kështu që tash na zyrtarisht po shfrytëzojmë i uftu edhe te ekspozita e Elitës, në rast se veç që e keni kohën e lirë dhe në agjendën e juaj është 26 marsi prej orës 6 i lirë, ju presim te ekspozita. Ose vim me kamerat tona të nesërmen edhe jemi në hapësira të tjera dhe shohim ekspozitën. Çka të pëlqen më përveç punës? Me punës sportim, ma shumë... A ditë kur shkova më tha, a e ke këshur lojën? Është të do lojë? Sporti, me lujta me shiku sport? Me shiku edhe me lutë. Edhe me lutë, futbola? Po, normal, edhe futbola është e mirë. Cilin sport e donë ma shumë? Në ma futboli ma shumë. A futboli, okej. Me cilin e ke? E ke Juventusin. Juventusin? Po. A i donë zhegrovën e për do isha, a? Atë kam shak. A po? Shak kam. Bravo. Që ndita, aja, pikturit e atje, bravo, ve suksese. Edhe i urojnë që është borë baba? Po, baba. E di, po, e di me mëtës, atje jem tës, shumë më mëtë, e di, është atje jem tës më mëtë. Po, është më mëtë e Juventus. Shumë më mëtë, e di, kur, po, zdi pak do të sakë, po, e di sa jam e fokusum, ma shumë ka sportim. Ma shumë ka sporti, bile ka thonë që jam i gashëm edhe me i komentu lojtë e sporti. A, përima? Po. Lojtë e komtarës, a? Po. Kosovës? Kosovës, ose kretë, ekipet. A i komenton shpia, provon e herë me komentu? Po, më nuk, po, atas ma shumë fokusu ka... Televizori, së vojnë, a? Qështë i kështë komentu për shumë nëse hajde Muriqi po jeb gol? Po e pason zhegrovat e Muriqi me që i kishë? Ma shumë për komentit, për... Të qëtatë që jemi... Ju ki po mendon që në studia? A thash në studio me improvizu, s'tash me komentu. Jo me komentu lojën, kështu me komentu lojën. A, okej. Ma shumë... A, kështu me orë me diskutu për në... A, me në orë jam... Kush i ka mundësit më të mira. Ma ndi përveç sportit? Me sportit, në marrë muzika, në mene... Muzika... Muzika. Ose një pozitiv. është qemi shpirtit. Do këtë Dionisi që e djali qefit, a? Po. Që ka kështu jetën e përmbushur. Edhe me punë, edhe me qef, edhe me aktivitete. Me plet. Është shumë aktiv. Sa është të rëndësishme që kjo në Riada, realisht që me qenë aktiv? Shumë është të rëndësishme. Gjithë. Shumë është të rëndësishme. Eventualisht sepse një pjesë e mirë tyre punojnë, apo jo? Nuk është një numër i konsiderueshëm, jo. Sepse nuk e di, për shembull, bashkë ta diskutojmë edhe këtë, se e dim që kompanitë kanë edhe publike edhe private, numri, po më mi 50 punëtori, 51 me qenë i një kategorie të realisht me ligj është shumë mire e garantuar, nuk di sa nuk po zbatohet atë sa na i kemi në kërkesë dhe në nevojë. Kur po them me ligj është që çdo ligji obligon çdo biznes që ka 50 punëtor staf, që 50 stafin i 51 të jetë një person me aftësi të kufizuara. Jo vetëm me sindromin Down, po konkretisht një person me aftësi të kufizuara. Na vazhdimisht e tregojmë që na e kemi veç një antar në institucion shtetëror të punësuar. Bizneset private janë ato që neve po na i hapin dyert edhe veç një antar, veç Dionisi është? Realisht 2 antar i kemi. Dionisi është edhe në Aldën e trafikun urban. Mirë, po është numër
shumë Nivel Kosovës a veç Prishtinë? Në nivel Kosovës. As qendra tjera s'ka, Në as qendra komunë, as... në biznese private i kemi antarë të punësum, e që është një numër i vogël. Punësimi është agron shumë i rëndësishëm të programi për autonomi dhe aftësim profesional, pra të programi ku marrin shërbim të rriturit, punësimi është ndër pikat faktor shumë të rëndësishëm, se të rriturit me sindromin Down mujnë me punu, mujnë mi tregu potencialin e tyne, e që me anë të punësimit bëhet edhe që ajo gjithë përfshirja, integrimi edhe e shohim që edhe shokët e Dionisit pëse mos me qenë në të njëjtën aktiv atë sa është Dionisi. Dionisi tash e 30 më duket është marrë një pune. Sot ka ndihmu Dionis, edhe në aspektin financiar, sepse e keni rrugë. Po, mirë, pas një rrugë. Po, edhe sot ka ndihmu edhe me dalë, me pas një aktivitet, me pas një rutinë, ku shkon punë, kthesh, se më thonë, prej punës, ma dhe i ki aktivitetet shoqare, po ato janë. Ka plët të flot më të mira, të flot në marë shumë zdiqy me shprej. Po të kanë ndihmu shumë. Ka ndihmu Shumë benefite, ka ndihmu shumë. Bravo, shumë mirë. Fëmijët e të rriturit vi me baza ditore në qendra, po vetëm kur kanë këto kur janë caktuar shërbime të cilat i marrin. Po, kur janë pikërisht, kur janë caktuar shërbimet. Për secilin antar bëhet vlerësimi dhe tutje pas vlerësimit caktohen objektivat me të cilat kanë më punu, pra terapitë të cilat ka me ndjek antari, edhe atëherë caktohet edhe frekuenca se sa shpesh ka me ardhë. Pra, secili antar që vjen me një orar të caktuar që i është caktuar kur është bë vlerësimi. Nuk janë qëndrime ditore, nuk është çdo ditë që frekuentohet, po varësisht sa herë. Çdo ditë ka dikush që merr shërbim edhe bën një Çdo ditë është Kjo është rëndësishme. Edhe ajo që na vjen mirë Riada është edhe Dionis është që realisht e keni një objekt të mirë, tash e po më ditë në pamje gjatë kohës që sa kohë jeni tash këtë objektin? Prej në fund të vitit 2023 kemi dalë në... Se para asaj periudhe ne flisnim për kushte të vështira. Se në gjitha aspektet edhe të objektit, edhe që ëndërshit në objekt edhe objektet vogla që si plotësonin kushtet, tash keni dalë në objekt shumë mirë edhe kjo është një diçka e mirë. Tash është objekti shumë i përshtatshëm. Realisht me pas ndihmë edhe nga ana tjetër edhe me pas qëndrueshmëri të projekteve, të fondeve edhe të shërbimeve. Tash vetëm ajo pjesë na nevojitet qëndrueshmëria. Shumë faleminderit qertët. Faleminderit. Gjithmonë kënaqësi. Dhe frizura ka me qëndru sot të ditën. E ke drejtë për mëngjes, po? Faleminderit. Të ditë të dukesh. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirë.